Do të nisim me një zbulim të fundit të shkencëtarëve. Bëhet fjalë për një oktapod unik blu. Në ujërat e thella të ishujve Galapagos, shkencëtarët kanë zbuluar një specie të panjohur më parë oktapodi, e cila po tërheq vëmendjen për pamjen e pazakontë. Çka do thotë? Trupi vogël, ngjyrë blu e ndezur dhe një teksturë që ngjan një lodre prej pelushi tipikisht. Zbulimi u bë gjatë një ekspedite detare kërkimore, ku biologët detar dokumentuan karakteristikat unike të krijesës dhe habitatin e saj të rrallë. Sipas studiuesve, kjo specie mund të përfaqësojë një hallk të rëndësishme në kuptimin e biodiversitetit të oqeanit dhe evolucionit të cefalopodëve. Ekspertët theksojnë se ekosistemi Galapagos vazhdon të fshehë specie ende të panjohura për shkencën, duke bërë zonën një nga laboratorët më natyror dhe më të rëndësishëm në botë. Zbulimi pritet që të nxjisë kërkime të reja mbi jetën detare dhe ruajtjen e habitateve oqeanike, ndërkohë që shohim edhe një herë këtë krijesë të vogël, të bukur e të pafajshme, me sa duket, pak të ndërë më tani. Vetëm kur ajo të dali helmuese, dhe aty do më thoni të gjithë, jo, nuk ishte drejt Viola, për atë që sa po the, mund t'jetë vërtet një krijesë e vogël edhe mund të tingëllojë e pafajshme, por jo gjithmonë do të ashtu. Dhe lëm lajmin për këtë oktapod blu të rrallë të gjetur në Galapagos.